Në demokracitë e korruptuara ka një raport shumë interesant midis parave të shpenzuara në fushat dhe rezultatit zgjedhjeve. Sa më shumë para të shpenzosh në një fushat, aq më i lartë është numri i votave që ti merr. Kudo ku ndodh kjo, demokracitë konsiderohen si thellësisht problematike. Pra, nëse partia që merr më shumë deputet është ajo parti që ka shpenzuar më shumë para, do të thotë që kjo nuk është tamam demokraci. Dhe në Shqipëri rezultati i zgjedhjeve reflekton pothuajse tamam nivelin e shpenzimeve të dukshme, nuk e di çfarë do raportojnë KQZ. Pra PS-ja, PD-ja, partia e Agroshejait, koalicioni i Adriatik Klapajt, e vetmi anomali është Lëvizja Bashkë. E vetmi anomali në këtë sistem është Lëvizja Bashkë, sepse vetëm rezultati i Lëvizjes Bashkë nuk lidhet me parat e shpenzuara në fushat. Tani, për të ardhmen, dhe ky është një problem që shkon për te Lëvizjes Bashkë. Për të ardhmen do detyrohen partitë e tjera të bëhen nga një çik si ne, pra do përmirësohet sistemi, apo ne sigurisht nuk do bëhemi si ata, por ky sistem do na përjashtoj komplet.